Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe që do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut do të mundohemi të themi diçka në lidhje me përqendrimin apo koncentrimin në namaz. Ne i kemi dy probleme kryesisht sa i përket çështjes së namazit. Kemi ata që nuk falen hiç, e që kjo është një problem tepër i madh, dhe kemi problemin e dytë me ata që falen, mirë po nuk e falen namazin si duhet. Namazin dhe çdo ibadet tjetër na ka mësuar si ta realizojmë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ai ka thënë: "Sallu kama ra'aytumuni usalli", faluni sikurse që më shihni mua duke u falë. Kështu sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë përcjellur te gjeneratat në vim, e ata e kanë përcjellur te gjeneratat e tjera, kështu ka arritur deri te ne. Allahu thot në Kur'an: "Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un." Kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët gjatë namazit të tyre janë të kujdesshëm, pra e bëjnë namazin me nënshtrim. Kanë shpëtuar ata që në namazin e tyre janë të kujdesshëm. Kjo mund të kuptohet në dy forma. E para, janë të kujdesshëm dhe e ruajnë kohën e namazit, e falin namazin në kohë dhe nuk e lë që t'ju ikë. Dhe e dyta, çka nuk kupton nga ajeti, çka nuk kuptohet, është se kanë shpëtuar ata të cilët janë në namazin e tyre të përkushtuar duke u nështruar Allahut plotësisht. Selefët të parët tanë të mirë kanë thënë se prej gjërave të para që ne do humbim prej fesë është edhe khushuja, qetësia në namaz. Po ashtu kanë thënë se do të vi koha ku njeriu do të hyjë në xhami dhe nuk do të sheh asnjë njeri, asnjë besimtar që falet me qetësi dhe përkushtim. Fatkeqësisht duhet të themi se ja kanë qollu, sepse edhe kur falemi ne nuk jemi të përqendruar si duhet. Po ashtu Allahu ka thënë në Kur'an: "Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un." Mirë për ata që falen, për ata të cilët në namazin e tyre janë të pakujdesshëm dhe ata të cilët duan që të duken në adhurimin e tyre. Ky ajet është ajet i rrezikshëm, tepër i rrezikshëm, pasi Allahu po thot mirë për ata që falen. Si mirë për ata që falen? Mirë për ata që falen, por që nuk janë të kujdesshëm ndaj namazit të tyre. Nëse Allahu thot mirë për ata që falen, atëherë çfarë ngel puna me atë që nuk falet hiç? Allahu na ruaj dhe Allahu na përmirësoj. Mirë për ata që kur falen nuk janë të përqendruar. Dhe i dyti kuptim është mirë për ata që falen, por nuk e ruajnë kohën e namazit. E para, nëse duam që namazi jon të na shpëtojë dhe të mos jemi prej të mjerëve, ne duhet ta ruajmë kohën e namazit, ta falim namazin në kohë. Pa arsye, asnjëherë mos më lën me na ik koha. E dyta, nëse duam të shpëtojmë dhe nëse dojmë që të mos jemi në grupin e të mjerëve, duhet që namazin ta falim me qetësi, me përkushtim dhe koncentrim. Derisa grupi më i keq i atyre që falen janë ata që falen sa për të dukur. Falen që me i pa njerëzit, vinë në xhami, se të tjerët vinë. Thonë se marrë mos me shku edhe unë, shkoj edhe unë dhe të më shohin edhe qerë. Ai që falet për ta pa njerëzit, apo duket i devotshëm sa për të thonë njerëzit se është i devotshëm, nuk merr nga namazit i asgjë, madje ngarkohet edhe me gjunahe, pasi që është duke bërë diçka për hir të njerëzve dhe nuk është duke bërë diçka për hir të Allahut.
Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa një nga shokët e tij se nuk e ka fal namazin si duhet, pra nuk ja ka dhënë hakun, i ka thonë që të kthehet dhe ta fal namazin përsëri. Këtë e ka bën 3 herë. Derisa ai sahabiu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "O dërguari i Allahut, më mëso atëherë si të falem." Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka filluar që ta mësoj dhe i ka thonë: "Bëje rukun deri sa të qetësohesh. Bëje me qetësi. Pastaj drejtohu, çohu nga rukuja dhe drejtohu derisa të qetësohesh. Kur shkosh në sejdë, shkon në sejdë derisa të qetësohesh. Në mes dy sejdëve kur të ulesh, qëndro ulur derisa të qetësohesh e kështu me radhë." Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar këtë sahabi se si ta krij namazin dhe të mundohet t'ia jep hakun, e jo vetëm të falet mekanikisht apo të falet formalisht, sepse namazi që falet formalisht e ka në pikpyetje shpërblimin te Allahu i lartëmadhëruar. Por ulja në namaz është në dy lloje. Përkushtimi në namaz është dy lloje. Pra është përkushtimi i zemrës dhe përkushtimi i trupit. Përkushtimi i zemrës nënkupton që njeriu të jetë prezent në namaz me zemrën e tij. Kjo arrihet kur njeriu e di se çka është duke bën dhe e di se çka është duke thënë. Kur e lexon surën Fatiha, për shembull, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, çka është duke thënë? Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botrave. Kur e merr tekbirin, Allahu Akbar, Allahu është më i madh. Pastaj ta di se çka thot në ruku, çka thot në sejdë, çka thot kur ngrihet nga sejdja. Për shembull, kur çohemi prej rukus, themi Semi Allahu liman hamida. Thot Allahu e ndëgjon ato që i falenderohet atij. E kështu me radhë. Nëse e di se çka thua në namaz dhe çka lexon nga Kurani, atëherë përjeton namazin më mirë. Prandaj ne gjithmonë këshillojmë që besimtarët të shfletojnë përkthimet dhe kuptimet e Kuranit famuljar, sidomos të surës Fatiha. Të surës Fatiha dhe të surave të tjera të shkurtra të Kuranit, të cilat i përdorin në namaz. Njëri nga selefët e kanë pyetur se si e fal namazin. Ai është përgjigj dhe ka thonë: e marr tekbirin me vendosmëri, e lexoj Kur'anin rrjedhshëm, e bëj rukun me përulje, e bëj sejdën me nënshtrim. Xhennetin thot e konsideroj se e kam në anën time të djathtë. Xhehenemin thot e konsideroj në anën time të majtë. Përballë e konsideroj se e kam qabën. Nër këmbët e mia mendoj, konsideroj se e kam urën e siratit. Pastaj thot e konsideroj se e kam me lekun e vdekjes mbi kokën time. Allahun e konsideroj se është duke më pa mu dhe jap selam, mundohem që të jemi sinqert në namaz dhe pastaj nuk e di se Allahu ma pranon apo jo, apo do thot Allahu më shojani fytyrës ti namazliu se namazin nuk e ka bën si duhet. Nëse nuk e falim namazin si duhet, në ditën e gjykimit Allahu na rujt, ai namaz na përplaset në fytyrë. Mirë po shumica prej neve kur lidhemi në namaz na kujtohen 100 punë, 100 procedura që nuk na kujtohen kur jemi jashtë namazit. Njëherë njëri e kishte pas pyet Ebu Hanifën rahmetullahi alejhi dhe kishte thonë: "O imam, më ka hub diçka dhe nuk është punë me gjetë. Si më apo si më vepru?" Ebu Hanife rahmetullahi alejhi kishte thonë: "Hin në namaz edhe krejt gjanat aty të kujtohen." Subhanallahu, kjo është e vërtetë. Namazin e kemi bën mjet ku mendojmë dhe analizojmë për çështjet e kësaj bote. Për çështjet e dunjas dhe nuk analizojmë dhe nuk meditojmë për ahiret, na sillen 100 mendime kur jemi duke u fal. Kur him në namaz, neve na shkon mendja ka mos. Thon, a lash ploçën shlut, a nala, a hongra buk sot, as hongra buk, a fleta më shumë, as fleta më shumë. Sa të him namaz, na nuk e kena përqendrimin si duhet. Një grup xhamatlive njëherë ishin pas nxanë me fjalë se imami ai ka fal 4 rekat apo 3 rekat në namaz të akşamit. Dhe disa kishin thonë se i ka fal 4, disa tjerë kishin thonë jo, i ka fal 3. Derisa del njëri thotë, unë e di, thotë, sigurt se sa i ka fal imami. Thotë i ka fal 3 rekat. Thotë kemi fal akşamin me 3 rekat. Thotë po si e ditë ti, thotë, unë e dita, thotë, se në rekatin e parë thotë ja bona hesapin dyqanit tem të parë. Në rekatin e dytë thotë ja bona hesapin dyqanit dytë. Në rekatin e tretë ja bona hesapin llogarin ja bona dyqanit tem tretë.
Thot, unë 3 dyqana i kam fut, nuk i kam 4. Do më thonë, i kena falë, thot, 3 recate. Do më thonë, në namaz, ja ka bon llogarin e dyqanëve. Prandaj biznesmenat, ato që kanë pare, është problem me rujt përqendrimin dhe koncentrimin në namaz. Sa i përket përqendrimit dhe përkushtimit të trupit, njeriu duhet të kujdeset namaz që të mos bëj lëvizje të tepërta, pasi që e humb vlerën e namazit. Ka disa që rinë non stop duke bën lëvizje, duke u krujt, duke bën gjeste brenda namazit. Po kështu, nëse tepron këtë lëvizje, namazi e humb esencën e vet, ose disa lidhen dhe mbeten gjatë gjithë namazit duke shikuar teatras ose majtas. Edhe këtu humb vlera e namazit. Dietarët nuk janë të një mendimi sa i përket qetësisë apo shkallës së qetësisë në namaz. Disa thonë se mjafton për shembull të thuash një herë subhana rabbiyal a'la në sejdë, vetëm një herë të thuash. Mirë po, mendimi më i saktë dhe ajo që është më i përkrahur është ajo që ka thonë Ibn Taymiyyah rahmetullahi alayh, dhe ka thonë se 3 herë duhet të thuan tasbihut, subhana rabbiyal azim dhe subhana rabbiyal a'la. Sa i përket leximit, duhet të lexohet patjetër Suraja Al-Fatiha, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab, nuk ka namaz ai i cili nuk e ka lexuar surën Fatiha. Pra, elham. Pastaj lexohet diçka nga Kurani, sure ose ndonjë pjesë. Sa duhet të jetë minimumi? Minimumi duhet të jetë një ajet i gjatë ose 3 ajete të shkurtra që duhet të lexohen. Mos tim në detaj më shumë, por të fokusohemi te khushuja, te qetësia në namaz. Namazin duhet me kri me përkushtim dhe me qetësi e asesi me ngutje dhe pa koncentrim. Në namaz duhet të kemi kujdes të arrujmë për ulësinë dhe përkushtimin. Të kemi kujdes të krim namazin me dinitet, pasi ne jemi të drejtuar drejt Allahut, të lartëmadhëruar dhe mos ta humbim shpërblimin. Nuk ka askush që mund ta bëj namazin perfekt. Kudo me adhonën maksimumin mos me ngut, mos me shpejtu dhe me fal me qetësi dhe përkushtim. Atëherë, vetëm se do t'ja shohim hajrin namazit tonë në dunja dhe në ahiret, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: vjedhësi më i keq është ai i cili vjedh prej namazit të tij. Si vjedh prej namazit të tij, nuk e bën si duhet sejdën, rukun, leximin, i bën me nxitim dhe me ngutje. Tash për shembull vjen pyetja se sa më i fal, sa recat më i fal gjatë këtyre natëve të mëdha. A më i fal 200 recat, a më fal gjatë natën? Jo, mjafton më fal pak. 2 recat, 4 recat, 8 recat, 12 recat, 20 recat, mirë po me i fal me përkushtim. Me i fal si duhet, sepse Allah nuk e sheh sasin se sa e fal, por e sheh cilësinë dhe formën se si e ke kri. I fal 2 recat, pushon, bën dhikr, bën dua, lexon Kur'an, ose vetëm pushon, nuk bën asgjë. Pastaj çohesh i fal edhe 2 recat tjera, ose i fal 4. Pastaj edhe 2, pastaj edhe 2, nëse do me shku bashkë me sunnet, sigurisht që e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i fal 8 recat dhe e fal vitrin 3 recat, 11 komplet dhe shkon sipas sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Farzet janë të përcaktuara, edhe sunnetet janë të përcaktuara për namazet nafile, që në grupin e të cilave he dhe namazi natës janë të pa përcaktuar. Dhe njeriu mund të fal sa të dojë. Për fund, ta dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ubudullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tara fa innahu yarak." Adhuroja Allahun sikurse që e sheh atë. Dhe nëse ti nuk e sheh, dije se Allahu të sheh ty. Allahu na ka në mbikëqyrje dhe i di punët tona. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.